أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما أمرنا الله مشيروست مشير برست Ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit, është të bëri ty të dish se ç'është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj, me lejen e Zotit të tyre në atë natë zbresin me lajke dhe shpirti Xhibril për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Nata e Kadrit, për cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë kërkojeni në 10 ditët e fundit të Ramazanit, gjithsesi në netët tek, sepse Allahu witrun yuhibbul witr. Allahu është tek dhe don tekun. Allahu është një dhe don nishin. Prandaj nata e Kadrit është khairun min 1000 shahr, pra është më e vlefshme se 1000 muaj. Që nëse bëjmë një lloj llogaritje matematikore i bjen diku 83 vite, 4 muaj ashtu diçka, nëse zgabohemi, dhe kjo është një prej mrekullive të Allahut që natë, për shkak se në këtë natë përcaktohen shumë mirësi të mëdha. Dhe jo rastësisht Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë natë gjindej në itikaf. Po edhe në 10 ditët e fundit Ramazanit pejgamberi alayhi salatu vesselam hynte në itikaf. Itikafi është pra qëndrimi në shtëpinë e Allahut, në xhami, pa ndal edhe ushqimi aty dhe pra përkushtimi i një kohe më të veçantë, më të gjatë në xhami, duke bërë lutje, duke bërë dua, duke bërë sadaka, duke falur namazë nafile vullnetare përveç namazeve që janë 5 vakte të obligim, duke falur teravin, duke falur namaz nafile, po edhe duke falur dhe qiyamul lejl. Wa bil ashari hum yastaghfirun, duke nxon mëngjesi, duke bën istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa tubu ilayk, astaghfirullah wa tubu ilayk. Pra, duke kërkuar Allahut falje në mënyrë që të arrijë pra kënaqësinë të madhe të Allah te barek ve taala, e cilat janë disa prej shenjave të natës së Kadrit. Në atë natë Kadrit qielli është i hapur, tash mund të më thonë dikush, po qielli gjithmonë është i hapur. Jo, qielli është i hapur, po nuk, domethënë, e ka një thellësi, e ka një qetësi që dallon prej netëve të tjera, që dallon pra shumë prej netëve të tjera. Pastaj, në atë natë nuk ndëgjohen të lehurat qenve, por dëgjohen më shumë këndimet të këndojzve ose xhelave, për shkak se ata i shohin melekët e Zotit. Pastaj, uji kur e pin niftar, edhe gjatë natës është më i omël, dallohet, e ka një omëlsi më të madhe se netëve të tjera. Pra bjen një rahmet e Allahut gjithku, mushet toka me melekët e Zotit. Dhe zbret edhe Xhibril Emini, që është prej me lajkeve pra gjigande. Edhe ajo nata e Kadrit pra i ka disa shenja, është një qetësi shumë e madhe, është një far rahmeti pe Allahut te barek ve taala, që besimtari e ka një lloj ndjenje shumë të veçantë që e ndin shenjat e asaj nate të bekuar, që është ndryshe quhet Kur'an edhe Inna nahnu nazzalna fi lejletil mubarek. Thotë e kena zbrit pra në një natë të bereqetshme këtë Kur'an, pra natën e Kadrit. Pra përmendet një ajet tjetër kuranor, pra si lejletul mubarek, pra natë e bereqetit. Dhe është një mrekulli, është një begatipi të madhe të Allah te barek ve taala, saqë këtë toka pra e ka një bereqet madh dhe ka një hiershi, po dhe qielli duket pra i hapur, i qetë dhe dallohet pra specifikat e kësaj nate të bekume. Prandaj
Kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, çka na sugjeron ja Rasulullah, çfarë lutje, çfarë me bë, çysh me bë, tek me bë, tha, thuni o Allah ti e falë se don faljen na falni. Një lutje shumë e shkurt. Pastaj ka dua të ndryshme tjera, për shembull edhe duaja që e bëjmë 5 vaktit namaz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, me të mira këtë botën tjetër, e ruajm prej zjarrit të xhehenemit. Dhe me kërku falje sa më shumë, me gjuhë, me zemër, me mendje, dhe me thonë astaghfirullah sa më shpesh. Sepse nëse kërkoni falje, Allah i ka më fal. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia. Allah është që fal shumë. Andaj, ju nëse e shtoni pra istikfarin, ai vazhdimisht pra istikfari pra ja u rrit mirësit dhe bereqetet rrotullosh. Pra, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Pra çat natë me lejen e Zotit zbresin melekët dhe shpirti Xhibril dhe përcaktohen çështjet. La ilaha illallah. Tash ti llogaritë ti me kon çat natë tu bo sadako, tu i lut Zotit, tu fol mirë, tu menu mirë, tu vepru mirë, e me tu përcaktu çështjet tua 83 vjet vesh mirë, vanillahi alhamd. Pra çaj database, çaj kutia jote e punëve të mira që te ke bë brenda asaj note, me tu bue dhe me shkute tek Allahu me plot të mira. Kur dalsh para Zotit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pra shikoje sa e vlefshme është. Prandaj këto 10 ditë, me najt vesh me njënën kom, si thon populli, tu bën dhikr, e tu përmend Allahin, e tu bë sadak, pak është. Pse është pak? Sepse çaq vlerën e madhe ka pra llogaritë ti në 10 ditë. Në 10 ditë më nxon 83 vjet. 83 vjet ti pra më nxon shpërblimet e Zotit. Kjo i thon në gjuhën e peshkatarit, ti me shku me nxon peshkun, me kërku peshk për 83 vjet me pas depon tonë të mushur me peshqi. Kjo është veç Allahu kur dën la ilaha illallah. Pra ty Allah është të ta mundësue, se ka shumë njerëz që sot nuk janë mesin tonë, edhe kanë pas ëndër, edhe kanë pas dëshirë me arrit këtë muaj të Ramazanit për me i marrë këtë shpërblim. Pejonës Allahu dhul xhelal. Andaj garoni, vraponi, o ju njerëz të mirë, o ju besimtar dhe besimtare, me sadakat e juja, me namazet e juja, me buzëqeshjet e juja, me veprimet e juja, sepse Zoti ka thënë në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ata që ka bojnë vepra të mira, janë krijesat më të dashura tek Allahu te barek ve taala. E nëse don me kon dashninë e Allahut, ehlen wa sahlen, mirë se vjen dhe mirë se të ka për Zoti. Ashtu siç na erdhi ky muaj Ramazan me plot bereqete të mira, kështu ti përqafuar, shtrënguar me selshasi fije. Sepse kjo është një mundësi e madhe që Allahu po ta jep. Selamun hiya hatta matla'il fajr, pra ajo që përcakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Pra dek deri në sabah, pra vesh mirësi e begati për të madhet Allah ka me pas. Andaj ja ayyatuhan nafsul mutma'ina, o ti shpirti bindur plotësisht tek Allahu, mos ju doj këtij sirati mustaqim, pra kësaj rrugë drejt, se ka me dhënë Allahu plot mira. Andaj e lut Allahun me emrat e tij më të bukur, edhe këtë surja Kadr, edhe këtë nata Kadr, me na gjet me plot mirësi e begati, e me lutje, e me vepra, e me punë, çka Allahu është i kënaqur me ta. Selam aleikum.